Këshilli Mbikëqyrës miratoi sot raportin e stabilitetit financiar për 6 mujorin e parë të vitit 2024. Cilat janë konkluzionet e këtij raporti? Këshilli Mbikëqyrës mori në analizë raportin 6 mujor për stabilitetin financiar dhe për informacionin që marrim lidhur me situatën e rreziqeve dhe zhvillimeve në sektorin financiar dhe sektorin bankar në Republikën e Shqipërisë. Lajmi i mirë është që situata në sektorin financiar, veçanërisht në sektorin bankar, ka një rritje të mirë të kreditimit dhe të depozitave, pra kredit dhe depozitat kanë ardhur në rritje. Kredia me probleme ka ardhur në rënje, ka qëndruar në nivelet rreth 4.6-4.7%, dhe praktikisht edhe në aspektin e deeuroizimit, kreditimin lek ka pasur një rritje të mirë. Ne kemi pasur një rritje të kredis me bazë vjetore në nivelin e 15% dhe brenda kësaj rritje, vetëm kredia në lek është rritur në nivelin e 20%. Kjo rritje ka qenë e njëtrajtshme si për individët, ashtu edhe për bizneset. Normalisht në raportin e stabilitetit financiar merr në analizë rreziqet me të cilat përballet sektori bankar dhe sektori financiar. Rreziku kryesor që përballet sektori financiar dhe sektori bankar është rreziku i kredisë, sikurse thash, rreziku i kredisë ka qenë i kontrolluar, ka ardhur në rënje sipas analizave, por disa element janë për të vlerësuar dhe për të adresuar dhe këto ishin si objekti i analizave të Këshillit Mbikëqyrës në mbledhjen e sotme. Gjithashtu një element shumë i rëndësishëm, pozitiv, është rritja e normës së mjaftueshmërisë kapitalit në nivelin që rezulton në nivelin e 19.3%. Pra, mjaftueshmëria e kapitalit të bankave është në nivelin e 19.3%. Situata ekonomike në Shqipëri ka ardhur në rritje. Rritja ekonomike ka qenë rreth nivelit 3.6% dhe norma e inflacionit ka mbetur rreth niveleve të 2.1%. Sigurisht që këtu ka ndikuar mbi çmimi i monedhës kombëtare, por dhe efektet e inflacionit të importuar. Mbi çmimi i monedhës kombëtare, pra forcimi i kursit këmbimit lekut kundrejt euros, gjatë periudhës sezonit turistik është një aproç historik i cili gjithmonë sjell prurje, hyrje nga aktiviteti i turizmit. Kjo ka ndikuar që monedha kombëtare të ketë një mbiçmim të mëtejshëm gjatë kësaj periudhe. Praktikisht mbiçmimi i kursit këmbimit ndikon në fuqinë blerëse të popullatës dhe është një element i cili ndikon pozitivisht në nivelin e inflacionit të targetuar që ne kemi. Banka e Shqipërisë ushtron stres teste mbi situatën financiare të sektorit bankar. Stres testet e ushtruara tregojnë se sistemi financiar paraqet një gjendje mjaft të qëndrueshme, solide dhe stabil dhe është i fuqishëm për të mbështetur zhvillimin e mëtejshëm të ekonomisë. Një element i rëndësishëm i zhvillimit ekonomik që ndikon dhe në sistemin financiar ka qenë zhvillimi i turizmit. Turizmi ka ndikuar dhe këtë vit sikurse dhe vitin tjetër pozitivisht në zhvillimin e sektorit financiar dhe sektorit bankar dhe ky sektor është i ndërlidhur pasi normalisht kreditimi ka ndikuar gjithashtu në zhvillimin e sektorit turizmit. Konkluzioni i mbledhjes së sotme është që sektori financiar në Shqipëri është i mirë kapitalizuar me një gjendje shumë të mirë likuiditeti. Rreziqet janë të kontrolluara, rreziku i kredis, i likuiditetit dhe i normës së interesit janë të kontrolluar dhe aktiviteti ekonomik ka ardhur në rritje dhe do të vazhdojë të jetë në rritje dhe sektori bankar do të vazhdojë të mbështesë zhvillimin e aktivitetit ekonomik në vend. Këtë javë është publikuar raporti i ndjesisë ekonomike për muajin gusht, i cili rezultoi pozitiv. Çfarë mund të na thoni më tej për këtë tregues dhe komponentët e tij, por dhe për trendet që priten në vijim? Banka e Shqipërisë rregullisht publikon indeksin e besimit të konsumatorit në ekonomi. Kësaj radhe ne patëm një rritje prej 1% të besimit të konsumatorit. Ky vërejtim bëhet ndaj konsumatorëve dhe ndaj bizneseve dhe merret perceptimi i individëve dhe bizneseve dhe i agjentëve ekonomik për ndjeshmërinë që ata kanë për perspektivën e rritjes ekonomike. Ky tregues është mbi mesataren historike, konkretisht patëm një rritje prej 1% dhe normalisht
Kjo rritje tregon besimin, rritjen e besimit të individëve dhe konsumatorëve familjar për 1.2% dhe gjithashtu edhe një rritje në sektorët e tjerë të industrisë. Rënje tregoi sektori i shërbimeve, i cili ra me 5%, por në përgjithësi në rezultante treguesi ndjesisë ekonomike pati një rritje e cila gjithashtu është një premisë pozitive për vjushmërinë e rritjes ekonomike. Praktikat e kredidhënies së institucioneve financiare jo banka, kryesisht ato të mikrokredive, kanë qenë një temë mjaft e diskutuar së fundmi. Apo ndërmerr Banka e Shqipërisë iniciativa për ta rregulluar dhe përmirësuar më tej këtë treg? Banka e Shqipërisë e ka monitoruar në vazhdimsi tregun e institucioneve financiare jo banka. Ka një paket propozimesh për ndryshime ligjore, për të cilat Banka e Shqipërisë po kooperon me Parlamentin e Republikës Shqipërisë dhe me Qeverinë e Republikës Shqipërisë. Ndërkohë, konkretisht, Banka e Shqipërisë për të saktësuar dhe përmirësuar më tej aktet normative dhe regulative për institucionet financiare jo banka, është duke punuar me Bankën Botërore për një rregullore të re, duke komplementuar të gjithë aktet normative dhe regulative ekzistuese. Kjo rregullore do të jetë në drejtim të mbrojtjes së konsumatorëve për institucionet financiare jo banka dhe do të adresohet në disa elementë konkret, si që janë analiza e financiare e konsumatorëve, pra një analizë më e fortë financiare se deri tanishmja, kundrejt konsumatorëve, kundrejt huamarrësve të këtyre institucioneve financiare jo banka dhe konkretisht institucioneve të mikrofinancës. Gjithashtu do të ketë një filtrim më të mirë të klientëve, të cilët janë huamarrës të këtyre institucioneve, duke parashikuar ose parandaluar një moshë të caktuar, një aftësi të caktuar, ose duke marrë në analizë më mirë financat e tyre personale dhe aftësinë e tyre për të qenë huamarrës të institucioneve financiare jo banka. Gjithashtu, ne po punojmë duke marrë në analizë normat e interesit dhe komisionet që aplikohen nga institucionet financiare jo banka dhe specifikisht nga institucionet e mikrofinancës në drejtim të uljes së tyre. Jemi duke analizuar normën efektive të interesit me kujdes edhe një herë për të parë efektet e mëtejshme që do të ketë në drejtim të uljes së normës interesit për institucionet e mikrofinancës në vijimësi. Banka e Shqipërisë gjithashtu po punon në drejtim të rregullimit të mëtejshëm të kritereve të transparencës për institucionet financiare jo banka dhe veçanërisht për institucionet e mikrofinancës. Një rregullore tjetër e cila është rishikuar dhe është shpërndar për konsumim dhe këshillim publik me industrinë e caktuar është rregulloria e riskut operacional për bankat dhe institucionet financiare jo banka, ku përfshihen dhe institucionet e mikrofinancës, brenda të cilave janë dhe shoqëritë e kursim kreditit dhe gjithë institucionet e tjera jo bankare. Kjo rregullore natyrisht që konsiston në rritjen e kontrolleve kundrejt këtyre institucioneve, në drejtim të raportimit të tyre që do të bëjnë në Bankën e Shqipërisë, në drejtim të kontrolleve të brendshme, në drejtim të organizimit dhe menaxhimit të proceseve të tyre të brendshme, dhe gjithashtu në drejtim të kërkesave për kapital, të provizionimit dhe të gjithë kërkesave të tjera regulative që kanë të bëjnë me rreziqet operacionale brenda kësaj kategorie institucionesh. Ne gjykojmë që me këto masa regulative dhe veçanërisht me rregulloren që po punojmë me Bankën Botërore në drejtim të mbrojtjes konsumatorit për institucionet financiare jo banka, do të ketë përmirësime të ndjeshme të kuadrit ekzistues, regulativ që ne kemi, dhe me hyrje në fuqi të gjithë këtyre ndryshimeve regulative në janar të vitit 2025, gjykojmë dhe vlerësojmë që do të kemi efekte mjaft pozitive në drejtim të rregullimit të mëtejshëm të tregut të institucioneve financiare jo banka. Pas prezantimeve të departamenteve respektive të stabilitetit financiar, të mbikëqyrjes dhe të kërkimeve në Bankën e Shqipërisë, u konstatua që aktet normative dhe regulative që ne kemi janë gjërësisht në përputhje me standardet e Komunitetit Evropian dhe kërkesave të Komitetit Bazelit, por gjithsesi adresuar problematikave ose specifikave që ka tregu shqiptar, ne po bëjmë të ndryshime regulative për ta përmirësuar më tej mbikëqyrjen, rregullimin dhe administrimin e tregut institucioneve financiare jo banka dhe specifikisht institucioneve të mikrofinancës brenda këtij tregu.